Një operacion sekret i SBA-s kundër karteleve të drogës në Meksik ka ngritur alarmin për përshkallëzim të tensioneve mes Washingtonit dhe Mexico Cityt pas raportimit ekskluziv të CNN, ku pretendohet se agentët amerikanë kanë marrë pjesë drejt për drejt në operacione vdekjeprurëse kundër anëtarëve të kartelit Sinaloa. Sipas raportimit, një nga episodet më të bushme ndodhi më 28 mars, kur një automjet që transportonte një të dyshuar të nivelit të mesëm të kartelit shpërtheu në një autostradë pranë kryeqytetit meksikan. 2 persona humbën jetën menjëherë. Burime të shumta i thanë CNN se sulmi ishte një atentat i planifikuar me mbështetjen e operativave të CIA-s, ndërsa një pajisje shpërthyese ishte fshehur brenda automjetit. Autoritetet meksikane kanë mbajtur heshtje zyrtare për rastin, ndërsa CIA mohoi akuzat, duke cilësuar raportime si të rreme dhe të turpshme. Sipas burimeve të cituara nga mediat amerikane, operacioni ishte pjesë e një fushate të zgjeruar sekrete të CIA-s në Meksik, e drejtuar nga njësia elitare Ground Branch, me synim shkatrimin e rrjeteve të kartelit të drogës. Operacionet thuhet se janë intensifikuar pas rikthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe shpalljes së disa kartelave si organizata terroriste të huaja. Raporti pretendon se operativet amerikanë kanë marrë pjesë jo vetëm në mbledhjen e inteligjencës, por edhe në operacione të drejtpërdrejta vrasëse kundër figurave të kartelit. Strategjia synon eliminimin jo vetëm të liderëve, por edhe të anëtarëve të nivelit të mesëm që mbajnë funksional rrjetin e trafikut të drogës. Megjithatë, aktivitetet e pretenduara të CIA-s kanë ngritur pikpyetje serioze ligjore, pasi kushtetuta meksikane ndalon agjentët e huaj të marrin pjesë në operacionet të zbatimit të ligjit pa miratimin e qeverisë federale. Presidenti i Meksikës reagoi ashpër ndaj raportimeve dhe deklaroi se nuk mund të ketë agjentë të institucioneve amerikane që operojnë në territorin meksikan. Ajo tha se nuk ishte informuar për praninë e operativeve amerikane një bastisje ndaj laboratorëve të drogës në këtë shtet. Ndërkohë, administrata amerikane ka shtuar presionin ndaj Meksikës për të luftuar kartelet. Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar më parë se SBA mund të ndërmarrë veprime të njëanshme nëse autoritetet meksikane nuk arrin të frenojnë grupet kriminale. Sipas raportit, CIA ka zgjeruar bashkëpunimin me autoritetet rajonale dhe lokale në Meksik për shkak të shqetësimeve se disa struktura federale janë infiltruar nga kartelet e drogës. Situata ka shtuar tensione diplomatike mes dy vendeve dhe frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në territorin meksikan. Tensionit në lindjen e mesme po thellohen edhe më shumë pasi raportimet e reja sugjerojnë se Arabia Saudite ka ndërmarrë fshehurazi një sulm ushtarak ndaj Iranit gjatë konfliktit të fundit rajonal, duke rritur frikën për një përshkallëzim të drejtpërdrejtë mes vendeve të Gjirit dhe Teheranit. Sipas raportimeve të publikuara nga The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe dyshohet se goditën ishullin iranian Lazan pak para hyrjes në fuqi të armëpushimit të 7 prillit, si hakmarrje për sulmet iraniane ndaj objekteve të tyre strategjike. Ndërkohë, Kuvajti njoftoi se ka arrestuar 4 anëtarë të dyshuar të Gardës Revolucionare Islamike Iraniane, të cilët akuzohen se po planifikonin sulme terroriste. Autoritetet kuvajtiane thirrën ambasadorin iranian për të protestuar zyrtarisht ndaj incidentit. Raportet kanë shtuar shqetësimet se Emiratet mund të bëhen objekti drejtpërdrejt i Iranit nëse armëpushimi dështon dhe konflikti me Shtetet e Bashkuara rifillon. Presidenti Donald Trump deklaroi se së fundmi armëpushimi varet në fije për shkak të mosmarrëveshjeve mbi programin bërthamor iranian. Sipas Pentagonit, kostoja e luftës me Iranin ka arritur tashmë në afro 29 miliard dollar, ndërsa tensionet në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të ndikojnë në rënd tregjet globale të energjisë. Raporti thekson gjithashtu se Emiratet e Bashkuara Arabe janë sulmuar vazhdimisht nga raketa dhe dron iranian gjatë muajve të fundit, ndërsa Teherani ka akuzuar disa shtete të Gjirit se kanë lejuar përdorimin e hapësirës ajrore dhe bazave ushtarake për operacione kundër Iranit. Në këtë situatë, Arabia Saudite dhe Katari kanë shmangur përfshirjen direkte ushtarake, duke paralajmëruar se një luftë e hapur me Iranin do të sillte pasoja katastrofike për rajonin. Ish ambasadori saudit në SBA deklaroi se një konflikt i plotë do të shkatronte objektet energjetike të Gjirit dhe do të destabilizonte të gjithë rajonin. Ndërkohë, Pakistani, Turqia, Katari dhe Arabia Saudite po afrohen diplomatikisht për të shmangur zgjerimin e luftës, ndërsa ministri i jashtëm turk
paralajmëron se ekspansioni i Izraelit mbetet kërcënim kryesor për stabilitetin e rajonit. Në të njëjtën kohë Irani zhvilloi bisedime me Omanin për administrimin e trafikut detar në ngushticën e Hormuzit, një nga arteret më të rëndësishme për transportin global të naftës. Kostoja e luftës së SBA-s në Iran po rritet me ritme alarmante, ndërsa Pentagoni ka pranuar se vetëm deri tani konflikti ka kushtuar Washingtonit rreth 29 miliard dollar. Shifra e re është dukshëm më e lartë se vlerësimi prej 25 miliard dollarësh që administrata amerikane i paraqiti Kongresit vetëm 2 javë më parë, duke treguar se operacionet ushtarake në lindjen e mesme po bëhen gjithnjë më të kushtueshme për taksapaguesit amerikan. Sipas autoriteteve amerikane, në këtë faturë përfshihen kostot operative të sulmeve ajrore dhe detare, riparimi i bazave ushtarake të dëmtuara nga raketat iraniane, si dhe zëvendësimi i pajisjeve ushtarake të shkatruara gjatë përplasjeve në rajon. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se shifra reale mund të jetë shumë më e lartë dhe se Shtetet e Bashkuara mund të përballen me një barë ekonomike afatgjat që do të zgjasë për vite me radhë. Sipas vlerësimeve, konflikti me Iranin mund të kushtoj taksapaguesve amerikan të paktën $1 trilion në vitet e ardhshme. Kostot afatshkurtra përfshin përdorimin masiv të raketave, bombave inteligjente, mirëmbajtjen e aeroplanmbajtëseve amerikane në gjirin persik, pagesat shtesë për mijëra trupa amerikan dhe zëvendësimin e avionëve apo dronëve të humbur në operacione. Ekspertët theksojnë se çmimet e armatimeve janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Për shembull, një raketë Tomahawk që më parë kushtonte rreth $2 milion, tani mund të arrijë deri në $3.5 milion për njësinë, ndërsa sistemet moderne të mbrojtjes ajrore dhe dronët luftarak kanë kosto edhe më të larta. Ndërkohë, kostot afatgjata konsiderohen edhe më të rënda, ato përfshin rindërtimin dhe forcimin e bazave ushtarake amerikane në lindjen e mesme, rifurnizimin me armë moderne, si dhe kujdesin shëndetësor dhe kompensimet për rreth 55.000 ushtarë amerikan të vendosur aktualisht në rajon. Konflikti po ndikon gjithashtu edhe në ekonominë globale. Departamenti Amerikan i Energjisë paralajmëron se tensionet në ngushticën e Hormuzit dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike mund ta çojnë çmimin e naftës mbi $100 për fuqi në javët e ardhshme. Analistët ekonomik paralajmërojnë se pasojat mund të ndihen drejt për drejt nga qytetarët amerikanë dhe ekonomitë europiane, pasi çmimi i karburanteve pritet rritet ndjeshëm. Në SBA, benzina mund të arrijë deri në $5 për galon, ndërsa rritja e kostove të energjisë rrezikon të nxjisë inflacion të ri global. Në të njëjtën kohë, në SBA janë shtuar thirrjet për më shumë transparencë mbi shpenzimet reale të luftës, ndërsa po rriten shqetësimet se konflikti me Iranin mund të shndërrohet në një nga ndërhyrjet ushtarake më të kushtueshme të dekadave të fundit.